edhe dje njoftuam sot në Bruksel, janë mbledhur qytetarë shqiptarë për t'i treguar Brukselit dhe Marta Kos se si qëndron e vërteta e qeverisjes shqiptare. Por, si gjithë të ditë, që ne nuk kemi qenë vetëm, me eurodeputet që në mbështesin, me zëvës president parlamentar të Parlamentit Evropian që është në mbështetje të protestës, me ambasador që janë në mbështetje të protestës, edhe sot në protestën në Bruksel kanë ardhur ndërkombëtarët në mbështetje të qytetarëve shqiptar. Kryetari i studentëve demokrat të Parlamentit Evropian ka qenë sot me shqiptarët në Bruksel dhe jo në konferencën e kryeministrit. Patjetër që kjo është një fitore e protestës. Patjetër që kjo do jetë në listën e shumë fitorëve që kjo protest ka korru dhe do vazhdojë të korri. Të vetmi që nuk e shikojnë protestën dhe rezultatet e vërteta të kësaj proteste janë kryeministri dhe shërbëtorët e tij. Një falenderim personal do bëja për të gjithë ata që bashkëpunojnë në protestën pa bërë zhurmë dhe në hije, duke marrë iniciativa ligjore që shkojnë në të njëjtën frymë me protestën. Denoncimet në SPAK, denoncimet në gjykatë kushtetuese për aferat e qeverisë janë një mbështetje e fortë për protestën. Dhe ashtu, siç ata mbështesin protestën, ju bëj thirrje që dhe ne jemi në mbështetje të tyre. Ka shumë që thonë që protesta si kanë rënë numrat, ka shumë që thonë që protesta nuk po jep rezultate, por vetëm kjo që nuk po jep rezultate nuk është e vërtetë. Nuk do numrojnë ditët, nuk do numrojnë numrat, po do numrojnë ditët që ne jemi në shesh. Do numrojnë se sa shumë ju kanë majt hundës shqiptarve, që nuk e lëshojnë sheshin, që vazhdojnë rezistencën për të fituar atheun e tyre. Daj, kam një thirrje për gjitha nënat, ato janë frika më